Në bazë të nenit 80.4 dhe 81 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, komisionet funksionale e shqyrtojnë projektligjin e buxhetit sipas fushave që i mbulojnë. Në këtë rast, ne do duhet ta shqyrtojmë buxhetin e zyrës kombëtare të auditimit dhe kërkesat e tyre buxhetore që nuk janë të përfshira në projektligjin e buxhetit. Duke pas parasysh afatet e caktuara në seancën plenare të mbajtur me 16 shkurt 2026, ne sot duhet ta dërgojmë një rekomandim te Komisioni për Buxhet sa i përket buxhetit të zyrës kombëtare të auditimit. Si komision e kemi pranuar një kërkesë buxhetore nga zyra kombëtare e auditimit. Atë dokument e keni në email. Në dokument është cekur që ZKA ka kërkesë për 654.018 euro buxhet shtesë, pra buxhet shtesë nga ajo që është parapa në buxhetin e vitit 2026. Arsyetimet janë më detajisht paraqitura në dokumentin e plot, por vetëm shkurtimisht, ZKA aktualisht ka 185 punëtor dhe i ka në planifikim për vitin 2026 edhe 10 punëtor shtesë. Andaj buxhetin aktual për paga dhe meditje e ka 2.666.915 euro dhe për të mbulu nevojën shtesë për 10 punëtor kërkon një buxhet shtesë prej 494.018 euro. Po ashtu, kërkesa e ZKA-s është edhe për madhra dhe shërbime, ku aktualisht në projektligj kanë të buxhetuar 826.100 euro, ndërsa kanë kërkuar buxhet shtesë edhe 50.000 euro. Duke pas parasysh furnizimin e domosdoshëm me material zyrtar, derivate për ngrohje dhe për vetura, regjistrim vetura, mirëmbajtje vetura, siç është paraqitur në arsyetimin e kërkesës. Kërkesa tjetër ka të bëjë me shpenzimet komunale, ku i kanë të buxhetuara 40.000 euro dhe kërkojnë edhe 10.000 euro shtesë në buxhet. Gjithashtu, për shpenzimet kapitale nuk kanë fare buxhet të përcaktuar në buxhetin për vitin 2026, ndërsa kërkojnë 100.000 euro buxhet për investime apo për shpenzime kapitale, ku parashihet blerja e një kombibusi si mjet transportues për personelin e ZKA-s dhe blerjen e pajisjeve të teknologjisë informative. Kjo është në pika të shkurtra kërkesa e ZKA-s. Nga ajo që unë kam parë, bëhet fjalë për një kërkesë bazike, do thotë, bëhet fjalë për buxhet shtesë, për personel shtesë, për madhra dhe shërbime bazike, cilat janë të domosdoshme për kryerjen e funksionit të ZKA-s. Kërkesa është e arsyeshme. Në këtë fazë kemi me pas shumë kërkesa prej shumë organizatave buxhetore të tilla, të cilat kanë ardhur në komisionet të Kuvendit të Kosovës. Në bazë të asaj që kemi dëgjuar edhe në prezentimin e buxhetit që ka bërë Ministri i Financave, e ka sqaruar në seancë se shumë shpejt do të bëhet rishikimi i buxhetit, për shkak se ky buxhet është buxhet i cili është i tetorit të vitit të kaluar dhe ka shumë kërkesa edhe prej ministrive dhe prej komunave për me bërë ndryshime në buxhet. Por në këtë fazë në të cilën jemi dhe duke analizuar dhe kërkesën që na ka ardhur prej zyrës kombëtare të auditimit, kryesisht janë kërkesa që kanë bërë me pagat, me madhra dhe shërbime, të cilat mund të, si kërkesa, mund të akomodohen brenda buxhetit të Kosovës shumë lehtë kur bëhet rishikimi i buxhetit. Sepse në këtë mënyrë do të bëhen edhe kërkesat e organizatave tjera buxhetore. Prandaj në këtë fazë unë mendoj se ne nuk duhet të bëjmë ndryshime në buxhet, edhe ashtu seanca është nesër, të cilat do ta prishim strukturën aktuale të buxhetit, për shkak se këta nuk kanë me pas probleme pagat. Më njëherë në muajin tjetër do të fillon procesi i rishikimit të buxhetit dhe gjitha këto kërkesa mund të përfshihen mandej në buxhet të rregullt.
po më vjen mirë që kolegët që kanë pranuar që afatet ose shkurtimi ty në ndikon negativisht edhe në kërkesat të organizatave buxhetore dhe të secilit. Po këto afate janë të lehtëshme edhe janë në kuadër të rregullore ose të ligjeve që i keni votuar në kuvend, na ju kemi paralajmëruar që këto afate na sjellin probleme, na sjellin pamundësi të analizimit të detajeve, qoftë edhe këtyre amendamenteve. Mirë po, ju i keni vendosur këto dhe kërkesat janë të drejta dhe legjitime. Absolutisht që këto nuk munden me reflektu në rishikim të buxhetit, sidomos punësimi i auditorëve të rinj, nuk do të mund të thotë dhe do të ketë pengesa në kryerjen e punëve me përgjegjësi, mbikëqyrjen e shpenzimit të parave publike dhe në secilin aktivitet që zhvillojnë organizatat buxhetore. Na i mbështesim kërkesat e zyrës auditorit, cilat i ka bërë me qëllim të përmirësimit të punës edhe performancës në përgjithësi, por vjen për çudi pak me ranë kundërshtim me vetveten e ju nga seanca në këtë mbledhje të komisionit. Besoj që duhet të keni parasysh veprimet që i merrni edhe në kuvend, edhe këtu sepse ekziston një vazhdimsi, edhe nuk mund kemi ose nuk mund vini në kundërshtim me vetë fjalën e ju ato që thonin kuvend dhe ato në komision. Përveç tjerash, na nuk mujmë me ditë a ka më ndodhur rishikim as ka më ndodhur. Unë besoj që tani mund të më shumë zgjedhje shumë shpejt. Edhe që rishikimet edhe këto ngutit cilat i keni bërë kanë pas pasoja shumë të mëdha në implementimin e buxheteve cilat i kanë organizatat buxhetore. Kështu që nga ana ime ka mbështetje plot, me që janë prej zyrës së auditimit, edhe po e shoh që kanë vështirësi në arritjen e performancës sa më të mirë pa pranimin e këtyre kërkesave. Unë ju kisha bërë një pyetje në aspektin pak edhe profesional tek raportet e auditimit edhe gjitha çka ju vinë, çka nëse një organizatë buxhetore, sigurisht që është Komuna e Prishtinës, nuk i miratohet buxheti dhe përgjatë vitit funksionon me buxhetin e vitit 2025. A mundet me pas raport jo të mirë të raportit të auditimit, i cili ndikon pastaj në shumë faktorë edhe pengesat vazhdueshme e bllokatat vazhdueshme. Cili do të jetë një epilog i një organizatës buxhetore ku i mohohet e drejta për shfrytëzimin e parave, e tyrave vetanake edhe grantit qeveritar të cilit i takon me ligj. Mënyrën e duhur dhe i kërkohet që të shpenzohet ajo e kalumja për cilën nuk ka të bëjë me sotshmën e as me pak të ardhmen. Kisha kërkuar një pyetje më profesionale, por edhe besoj që si komision kemi të drejtën e dhënies një rekomandimi për shkak që nëse Komuna e Prishtinës vazhdon me buxhetin e vitit 2025, unë ju garantoj këtu që raporti i auditorit do të jetë raport i cili nuk ka me dëshmu punën edhe përkushtimin edhe shpenzimin e parave publike si duhet, as mënyrën ligjore, as mënyrën përmbajtësore të efikasitetit të saj tek qytetarët e Republikës Kosovës. Tash përfaqësues të shumicës do të pas tolerancën pak më të madhe në deklarimin e opozitës. Mos nguteti shumë në këto deklarime. Mendoj që shqetësimi e kolegut është legjitim, nuk është garantitë sigurisht buxheti i Prishtinës, por është legjitim sepse ata janë të funksionuar me buxhet e vitit 2024. Për arsye pse kemi ardhur, nuk po ndalen aty tani, nuk është e rëndësishme. Po mendoj që tash është obligim ligjor me u kujdes që gjatë dy lehtësimeve buxheti i Komunës së Prishtinës i miratuar në Komendën e Komunës të integrohet plotësisht në buxhet. Besoj që Komisioni për Buxhete ka këtë është duke shqyrtuar dhe kryet ajo çështje. Po ato që mora fjalën, unë kam qenë para 3 mandateve antar i këtij komisioni, mandej gjatë kam qenë në Komisionin për Buxhet. Kemi pas një trajtim tjetër të kërkesave të organizatave buxhetore që janë organizata që mbrojnë nga kushtetuta, që janë organizata të pavarura. Dhe kërkesa që kanë ardhur për ministrive dhe institucioneve të tjera. Kërkesa që kanë ardhur për organizatave që kanë mandat si më thënë kushtetues, siç është ZK-ja, ose Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ose Këshilli Prokuroria, ose Avokati i Popullit, i kemi integruar në buxhet ashtu siç janë kërkuar në supozimin që janë kërkesat bazuar në legjislacionin fuqi, në rregulloret që janë në fuqi. Nëse nuk kemi vërejtje të tilla që kërkesa nuk është përputhje me ligjin ose me rregulloret të ndryshme të qeverisë, kemi refuzuar.
Përndryshe i kemi integru ashtu siç kanë ardhur si kërkesa. Prandaj kërkoj me kujdes që shfrytojnë kërkesat e tyre, për aq sa unë i pashëm rami lexova me kujdes. Këtu e përputhje me ligjin e pagave, me rregullore tjera për shtesë që duhet i kenë zyrtarët e tjerë në këtë institucion. E kam parasysh që mund të ketë kufizime buxhetore, mund të kam qenë ministri i financave, kur s'kemi pas mundësi me adresu ta zon me njëherë buxhetin për paga dhe shtesa. I kemi bërë alokimet para kohshme dhe në fund vitit janë bërë përshtatjet e nevojshme, por nëse këtyre ju ndalin këtë mundësi dhe këta nuk kanë mundësi me i punësu këta 10 shtesë në fund vitit, ne kemi qenë përgjegjës për mos realizimin e planit punës të ZK-s si komision ligëshorës. S'ka nevojë mi kryt të gjitha auditimet që janë të paraparë në planin e tyre dhe ne jemi përgjegjës si komision që këta mi pas të gjitha resurset në dispozicion për mi kryt punët e veta. Unë besoj që sot ose duhet ta miratojmë kërkesën e këtyre, ose mazhuranca, bashkë me Ministrin e Financave, të marrë zotim që këta të shkojnë përpara me këto shpenzime siç e kanë paraparë dhe mandej përshtatje të bëhen ose në fund vitit, ose me rishkim. Por këtë zotim ne duhet me dhënë këtu në komision edhe në seancë përmes kryetarit të komisionit ose njëri nga ju si përfaqësues të shumicës. Kush është për në mbështetje të kërkesës së zyrës kombëtare të auditimit për buxhet shtesë? Kush është kundër? Abstenim nuk ka. Një abstenim. Atëherë kemi 3 vota për, 5 vota kundër dhe një abstenim dhe kërkesa e zyrës kombëtare të auditimit pra nuk kalon.